Eksperti IT Ardit Gavani, i ftuar në Live from Tirana, ka folur për inteligjencën artificiale dhe përdorimin e saj nga të rinjt. Ai ndau të gjitha të dhënat interesante mbi kërkimet në Google, ku lidhen me Big Brother VIP 5 dhe termat më të kërkuar janë Big Brother VIP Albania 5 dhe Big Brother VIP Live. Zonat me më shumë shikueshmëri janë Elbasan, Dibër, Lezhë, Tiranë dhe Korçë. Personazhet më të kërkuar janë Sabina Mete, Armir Shahini dhe Kristi Lamaj. Këngëtarja Dhurata Dora festoi ditëlindjen e 33. Ajo ka arritur sukses jo vetëm në Shqipëri, por edhe ndërkombëtarisht, me hitet që thyen rekorde klikimesh dhe stilin e saj unik duke bërë një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare. Për këtë përvjetor, Dhurata ka marrë urime të shumta nga fansat dhe kolegët, që e vlerësojnë për energjinë dhe talentin e saj. Kevin, nga filmi I vetëm në shtëpi, ka folur për jetën e tij larg vëmendjes publike, pasi u tërhoq nga aktrimi vetëm 14 vjeç. I kthyer në një yll global në filmat Home Alone dhe Home Alone 2 Lost in New York, tregoi se vendimi për t'u larguar erdhi nga dëshira për një jetë normale. Ai tha se donte të rrinte me njerëz të moshës së tij, të dilte, të shkonte në festa dhe të përjetonte adoleshencën si të gjithë të tjerët. Sipas tij, fama nuk mund të zhbëhet, por ai kishte nevojë të largohej. Pas një pauze të gjatë, u rikthye në aktrim në vitin 2003. Sot ai është I fejuar me Brenda Song dhe ka 2 djem. Përshëndetje, kredo, shpresoj që jeni mirë. U boni kohë që nuk jem pa. Për shta po duhem ju falenderu për secilin për juve që më keni nejt afër mua dhe familjes tem në këtë periudhë shumë të vështirë. Për mua ka qenë e rëndësishme që në këtë kohë me nejt larg rrjeteve sociale, mu marr më shumë me veten, edhe normal me familjen tem. Qysh do koft, ju kom pas në men edhe në zemër që keni pas ju mua. Për shfrytëzoj rastin këtë video me mja uru vitin e ri krejtve, inshallah keni shnetën, lumturinë dhe familjen së tjera të të bohen. Si përfundim deshta më kallëzu që në vitin 2026 janar kthejna në muzikë aty ku e kom venin. Kështu që ju dua, faleminderit shumë.